Sektori i turizmit në rajonin e Lezhës mund të përballet me pasoja serioze për shkak të situatës së tensionuar në kampin e Xhadrit, ku janë vendosur emigrantë të cilëve ju është refuzuar azili në shtetin italian dhe janë në pritje për të riadësuar në vendet e tyre të origjinës. Kryetari i Dhomës së Tregtisë dhe Industrisë në Lezhë, Pashk Palokaj, thotë se duhet të garantohet siguria brenda këtyre strukturave, ndërsa që për ngritjes së kampit të Xhadrit, turistët e huaj kanë perceptim negativ për Lezhën. Bëhet më mirë që mos krijohet një pengesë për turistët me shumë për të huaj se sa për vendas. Se vendasit paka shumë e njohin realitetin nga afër dhe janë më afër realitetit. Kurse perceptimi nga të huajt, nga larg gjithmonë krijohet edhe janë baza reale, po. Edhe ne po të themi që po të pyesish dikën që para shkon në një vend që ka refugjat apo në një vend tjetër, normalisht gjithë zgjidhin këtë dytë. Edhe këshilltarja e opozitës në Këshillin Bashkiak të Lezhës, Alfreda Marku, shpreh shqetësimin e saj për ndikimin e situatës në imazhin e qytetit dhe të gjithë rajonit. Ajo kërkon ndërhyrje të menjëhershme nga autoritetet shqiptare për të garantuar rendin dhe për të ofruar transparencë mbi administrimin e kampit. Unë mendoj që qeveria shqiptare duhet të ndërmarrë hapa aktiv, duhet të ndërmarrë veprime aktive për të verifikuar kushtet në të cilat ta emigrant trajtohen në kampin e Xhadrit, si dhe për të iniciuar një proces hetimi mbi shkaqet dhe arsyet se pse këta emigrant kanë reaguar në këtë mënyrë apo kanë reaguar të revoltuar në këtë mënyrë. Shteti shqiptar ka detyrimin që si palë në marrëveshjen për emigrantët jo vetëm të garantojë të drejtat dhe liritë themelore të tyre, trajtimin dinjitoz të tyre, por nga ana tjetër, po ka që rëndësishme, ka detyrimin dhe ka një rol deciziv për të mbrojtur edhe imazhin e Shqipërisë në këto standarde ndërkombëtare. Në zbatim të një dekreti të qeverisë Meloni që prej 11 prillit në kampin e Xhadrit janë vendosur emigrantë të cilëve ju është refuzuar azili në shtetin italian. Pjesa më e madhe e tyre janë persona problematik dhe me precedent penal, duke u përfshirë në veprime të dhunshme brenda kësaj strukture.